Kam shumë experience e keq me punën gazetare. Unë kam kërcënim për jetën tim, jetën mami, shumë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk. Në një diskutim të viteve të fundit, kur gjithmonë dëgjojmë që shqiptarët janë duke ikur jashtë shtetit, në këtë rast do të sjellim një rast kur një britanike ka ardhur për të jetuar dhe për të punuar këtu. Alice Taylor, faleminderit që je në Table Talk për të folur për gjithë jetën tënde në Shqipëri, jo për momentin si vendoset të vish, se tashmë çdo shqiptar e di, por do të të pyes për gjithë përditshmërinë tënde të këtyre viteve. Faleminderit që pranove të ishe sot me ne. Faleminderit ju. Alice, të shoh në Shëngjin. Pa. Se në Tiranë është komode të gjej sepse ti ecën gjithkohës në këmbë. Kështu që të shoh, por u surprizova kur të pash her pas here në Shëngjin. Pse? Unë pëlqen Shëngjin shumë, është një vend shumë e bukur edhe është pak si vendi unë rritën në Angli. Unë lindën në Cornwall, është në jug Anglia, edhe është pak e egër, ka shumë deti, kodra, jo mali, po kodra edhe, është pak si Shëngjin. Edhe unë preferuar Shëngjin më shumë në dimër, në pranverë, domethënë nga muaj shtator deri orën maj, sepse nuk ka njerëz, asgjë. Për shembull në dimër unë në Shëngjin për një muaj, sepse nuk ka asgjë njerëz, vetëm unë, Deja, partneri ime dhe qeni. Është shumë i mirë, shumë i qetë, shumë i bukur, ka shumë erë edhe shiu edhe unë pëlqen shumë. Për mua unë preferuar për jeton në Shëngjin, por për punë, ti e di shumë mirë, është më mirë në Tiranë. Edhe njerëz është ka pak surprizë, sepse shumë njerëz pyete çfarë vendi preferuar më shumë në jug apo po pra, veri? Të gjithë. Një pjesë e madhe pëlqen më shumë jugun për hir të vërtetës dhe bukuritë janë shumë të mëdha. Sa i takon detit, nëse do flisim për male të gjë tjetër. Ndërkohë më surprizon që ti zgjedh Shëngjinin, Lezhën, është zonë shumë e bukur. Nesër unë shkon në Ksamil për fundjavë, është vendi shumë i bukur, por për mua është pak commercial. Ka shumë njerëz. Okej, edhe Shëngjin në verë ka shumë njerëz. Është shumë e bukur, por për mua veri ka më shumë kulturë. Është më e fortë kulturë, është më egër, është më interesant, ka mali më e bukur, më e freskë. Edhe njerëz është pak më ngrohtë. Çfarë mendoni? Sepse edhe ju qëndron shumë kohë në... Po, prandaj të shoh dhe më shpesh. Edhe unë e preferoj pjesën e veriut dhe shkoj shumë shpesh. Por në fakt edhe dua të pyes sepse ti ke qenë një zë, po themi, për t'i dhënë hapësirës zonës së veriut, më shumë zë dhe në rrjetet sociale ku të shoh gjithmonë të gjej në Tropoj, në Lezhë dhe ke qenë një surprizë e mirë për mua sepse ke qenë një formë për ta promovuar veriun e Shqipërisë. Si lindi kjo dashuria, po themi, për veriun e Shqipërisë? Nuk e di, ndoshta sepse është pak si kur jam lindë në Angli, edhe babai im është nga Wales, edhe Wales është shumë egër, ka shumë mali, edhe në veriu Shqipëri nuk ka ekonomi shumë mirë, nuk ka shumë punë me turizme. Përpara tani fillon pak më shumë, po për mua është më interesant, sepse jug I don't want to upset people. Shkojnë të gjithë, e kuptova. Jug ka shumë influencë nga Itali, edhe është më për turistik, po veru është më genuine, natural. Domethënë këtë sezon do të shoh prap duke i bërë marketing, po themi pozitiv gjithë veriut. Do shihemi më shpesh. Edhe është pak me aksident, sepse unë kam shumë shoqe dhe shoku nga veru, edhe they say, hajde në Tropoje, okay. Po ndërkohë të shoh që je fleksibël. Të ftoj në Tropoj, ti merr fugonin, autobusin, dhe të shoh dhe me gocën je komode fare. Të kam takuar disa herë në këto raste. Si ka mundsi? Po, për shembull, në verë, unë shkoj me Deja nga Tirana në Tropoja, me autobus, nga Kosovë. Me autobus, rri në Tropoje për 3-4 ditë,
edhe pastaj shko me trageti në Shkodrës, edhe Shkodrës në Durrësi me autobus, Durrësi në Tirana me autobus, Tirana prap në Durrësi me autobus, sepse do lëvizje pak për punë, edhe pastaj Durrës nga Elbasan me tren. Me tren të kam Në parë. një javë është 500 kilometra, një javë të gjitha me transport publik. Nuk ka problem. Edhe si gjëndesh? A janë, do më thënë, a janë save edhe për ty dhe për gocën, a ka vonesa? Ma trego pak për vojën Jo, tënde. nuk ka vones. Edhe rruga nuk është shumë dhe më thënë, për të rëpoj është 3 orë gjys. Paka shumë aq sa që mund të bësh me një makinë private. Po, edhe we stop për pini kafe, of course. Vetëm tren është pak i gjatë. Do 3 orë gjysmë nga Durrës në Elbasan, sepse speed maximum është 20 km për orë, po nuk është një tren për convenience, është për qef, për experience, sepse është një rrugë shumë e bukur, afër deti, edhe në natyrë. Edhe unë dhe në tren edhe ka një vajza, një gra, është konduktor, punon me biletën, është shefi i trenit, edhe ka punuar në tren për 22-23 vjetë. Nga koha komunizme, dhe me thëmë. Edhe the driver of the train është pak confused për unë dhe Deja, sepse është e huaj, edhe pse lëvizja me tren, është çmendur, nuk e di. Edhe ai tha me konduktor, dhe gra në tren, është e huaj. Edhe ajo tha, hajde në, she had one section of the train for her. Hajde me mua, okay. Edhe ri në karige me jashtuk, edhe është më bukur nga from the rest of the train. Do një kafe? Po, faleminderit, bën një kafe në stufa me gas të vogla, edhe pi pak kafe turk bashkë në treni. Edhe experience e bukur, është experience e mia. Unë preferua lëvizja me transport publik, sepse është më lirë. Nuk është i shtrenjtë, po, nuk është i shtrenjtë, është sigurt. Po jep një mesazh shumë mirë për gjithë shqiptarët që e kanë pak problem këtë gjën, për të marrë një, duket më shumë e kanë që mos t'i shoh dikush se sa për një përvojë, po ti po dëshmon që është një përvojë shumë shumë e bukur. Po, për shembull, në Anglia, unë kisha në Anglia një shtator në vitin e kaluar, edhe për një tren, return trip nga Londra në Bath, është një qytet në jug, 2 orë jashtë Londra, është 300 pound. Për një bilet. Për një bilet. Ik në mëngjes, këthe në dark. Për autobus është rreth 100 pound. Për autobus. Do 4 orë për një rrugë 2 orë gjatë. Edhe në Shqipëri, për lejsh është 300 lek. 3.000 lek të vjetra. 3 euro. Ka AC, air condition. Nuk është vones. Nuk është për 3 gjys vit, nuk ka problem me vones. Jo. Tani përvojën për gjitha qytetet shqiptare e ke bërë, të shoh kudo. Dhe do vazhdojmë, do jetë dhe këtë sezon turistik. Merr autobusin dhe çdo mjet që ti gjen të mundshëm për të udhëtuar. Ke vendosur të jetosh herë në Shëngjin, siç ti the, herë në Tiranë. Do të të pyes se je bërë shqiptare. Do të thonë çdo gjë përveç emrit, ti je shqiptarizuar tashmë. Edhe ka pasport shqiptar. Po, tashmë edhe me pasaport. Po për ushqimin, dua të të pyes, ç'a të pëlqen në Shqipëri? Okej, po unë kam mësuar gatime shqiptar. Pra gatuam dhe vetë? Po. Po unë jo shumë mirë. Jo për gatuar. Edhe sepse Deja unë be një gjell në shtëpi dhe Deja thotë, nuk e pëlqen pizelli, nuk e pëlqen bla 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 bla. Po në kopshti Deja hanga të gjitha. Edhe unë pyese pse? Sepse në kopësht është më mirë. Edhe një ditë Deja tha, mami, I want to be vegetarian. Pse? Sepse unë pëlqen kafshë, jam pak mërzite, unë dua kafshë shumë. Okay. Edhe
unë be ushimi për dez pa mish. Pas një muaj, unë pyesja më syse dez është vetëm një vegetarian në shkolla, po ka një tjetër, edhe më syse tha, çfarë thua? Vegetarian? Dea? Në kopës të gjithë mishin. Ja. Edhe po Dea nuk hangre mishi. Dea hangre mishi, Dea hangre 3 pjatë mishi në kopës. Edhe më pëse Dea, pse ti nuk hangre mishi në shtëpi? Sepse ti nuk është mirë. Do të thënë, të gjeti arsye që mos ndihesh e keq. Po, okay, unë jam nuk është keq, po unë kam mësua bërek. Okay. Edhe Dea, bërek bashkë, dhe grosh, pispili, Shqiptare 100%. pastiqe, të gjitha. Jo shimi anglez, sepse shimi anglez është e keq, nuk është e mirë. Tani dua të të pyes se gjithë kohës edhe gjatë kësaj bisede, po edhe kur të shoh nëpër qytete, je gjithmonë me Dean, vajzën tënde 6 vjeçare dhe ke vendosur t'i vësh një emër, po themi që është shqiptar dhe të pëlqen, më thuaj pse vendose kështu dhe si është marrëdhënia, domethënë atë mëson shqipen Dea, se ajo flet shumë mirë shqip. Si është kjo marrëdhënia juaj? Një emrin është i lehtë në anglisht, në italisht, në frëngjisht, në gjithë gjuhën. Dea, nuk është vështirë. D-E-A. Fix. Si lekson, is how you say it. How you read it is how you say it. Edhe kur moment jam shtazen, ka shumë probleme shëndete dhe ka një moment që shumë rrezikshme për jetën time dhe jetën Deas, edhe kam kaluar shumë kohë në spitali, edhe një herë në spitali rreth 5 muaj, shtazen nuk e di fix, unë kam shumë frikë. Ka shumë frikë për jetën Deas, po në dhomë e spitali ka një bust Deas, për balë kravat, edhe unë shof Deas për 3 ditë në spitali, edhe unë përndaj më pëlqen. Në fakt, unë pëlqen një emrin tjetër, po babaj Deas tha, jo, është emrin Teuta. është emrin e bukur, e fort, po ai tha, jo, Dea, është okej. Në fakt shkon në Samil, nesër edhe do shkon në Buturint me Deas, po edhe shpërkove. Po Dea është shqiptare, Dea është gjys anglisht, gjys Britania e madh, gjys Wales e anglisht, edhe gjys shqiptar. Dea lindën e shqiptar, ka shtetësi shqiptar, Dea mëson gjithë pikë kulturës shqiptar, historinë shqiptar, gjuhën shqiptar. Dea is fluent, bilingual në anglisht dhe shqiptar. Edhe unë kam marrë Dea në gjithë punën ti, gjithë vandi, ku unë iku për punë, Dea është me mua. Dua të pyes sa e vështirë është ti jesh edhe mam, edhe gazetare, për shembull në aktivitetet që ne jemi bashk, ti je me stativin tënd, sepse ti punon vetëm jo se është Dea, por Dea herë të ndihmonte dhe herë të prish ato stand-upet, edhe ti kishe një qetësi që më ka bërë shumë përshtypje. Nuk ke atë panikun që dikush po prish punën, që Dea po bën diçka, çdo gjë e merr me një qetësi, e ribën. Si e ke gjetur këtë balancën? është shumë e vështirë, po në fakt para unë shpjegova për Dea, mami kam punë, po çfarë do rri në shtëpi me nona apo me mua? Okej, me ju, okej. Po Dea, te lutem, ndihmoj mami, pak e qetë, don't break everything. Edhe 60% kohës Dea është në rregull, është okay. Është pak e vështirë, po for me it's shumë e rëndësishme, it's important. Dea mëson për historinë, kulturë, vendi, takimin njerëz nga gjithë Shqipëria, të gjuhën, dialekt, teksti tjetër, provoj ushqimi. Dea në dollapi ka 4 kostume tradicionale, Gjakova, Tropoja, Gjirokastra, Lezhë. Dea shqiptar, it's education for her. Në fakt, 2-3 muaj përpara, unë kam organizuar një event në Eronus. Me klasën Deas nga Kopshti, 35 fëmijë nga Kopshti Deas.
erdhi një Euronews, edhe shohim studio, live, post-production, grimin, të gjitha. Të gjitha. Edhe gjithë fëmi fytën në studio në tim. Edhe më bën intervist me fëmi, për prindër. Edhe më pyeta për gjithë fëmijët, çfarë është vendi preferuar? Gjithë fëmi në klasën DS, except Dea. Dea është gjithë fëmi në klasën DS, tha një vend jashtë Shqipëri. Itali, Gjermani, Amerikë, Angli, Australi. Vetëm Dea dhe një vend në Shqipëri. Cili ishte? Harova tani është tropoja për Shkodrën, nuk e di. Po, I was shocked. Unë mendon, gjys jashtë Shqipëri, gjys brenda Shqipëri, Vlora, Durrës, nuk e di, Ksamil, vendi popular, i bukur, po të gjitha jashtë Shqipëri, vetëm Deas. Po it's sad. Ka një shprehje që thotë fëmijët mësojnë, ndërkohë që ne jemi duke bërë diçka jo kur i themi se çfarë duhet bëjmë. Edhe kështu është formuar dhe Dea, duke qenë se është gjithkohës në lëvizje në Shqipëri, është patjetër që ngjit edhe bëhet pjesë e saj. Më trego pak tani edhe një pjesë kur ajo të ndihmon me filmimet. Kur ti xhiron, sepse unë e di sa e vështirë është të vësh një stativ, ku nuk e sheh vetën, ti japësh rekord, bësh një kronik. Tani si të ka ndihmuar Dea në këtë pjesë? Një herë në Gjakova, në bë një stand-up në Qashirë Madh në Gjakov, edhe për shembull Dea rregullon tripod, edhe Karma, mami, rapa pak, mi djathës, mirë, prit, 3, 2, pup, hapa, Po ka njerëz në rrugë, më rapë mua. Mami, prit sekond, stop. Excuse me, mami kam punë, begjirim, të lutem, wait. Pra bëri regjizoren, security. Po, Dea nuk ka akses për telefon apo tablet, televizor vetëm një herë në javë maksimum, nuk ka telefon, nuk lejohet. Fare. Po, Dea ka një tripod i vjetë në dhoma, edhe një mbajs, case, telefonin. Edhe bën xhirime. Po, edhe rregulloj si është telefon apo kamera dhe Përshëndetje, unë jam Dea Hoxha nga Euronews Albania. Është macja ime, ka emrin qofte, edhe sot edhe bën prezentim. This is good. Po bëhet një gazetare, domethënë. Even if she doesn't want to be. Unë mendon është education i mirë, experience, aventur, access të kultur, historinë. Dea ka informacion për historinë të kulturës shqiptare dhe fëmijë në klasën Deas nuk ka. And for this I'm proud. In fact, Dea wants to be a hairdresser. Okay. Good. Do ndryshoj disa herë. But she has education, experience that many others they don't have. Dua të të pyes tani për gazetarinë dhe do e lë pak më një anë gjithë bisedën që bëm për familjen, për Shqipërinë, për përvojën tënde. Si ka qenë ti ke patur përvoja jashtë Shqipërisë ku ke qëndruar, edhe do doja të më shpjegoj edhe për shikuesit, dhe si është të gjesh një peizazh mediatik apo të punosh në media në Shqipëri. Si është përvoja jote? Çfarë të ka pëlqyer ose çfarë sheh që nuk funksionon aq mirë sa ç'duhet në Shqipëri në media? Është një pyetje pak e vështirë. Unë jam gazetare për 15 vjeç. Edhe unë punua gazetare në Malta. Edhe kolegën im është vras nga një bombë, Daphne Caruana Galizia. Domethënë kam shumë experience e keq me punën gazetare. Unë kam kërcënim për jetën tim, jetën mami, shumë. Në kohën që ke qenë në Maltë? Po, në Maltë. Edhe në Shqipëri. Sepse në fillo, unë punë si gazetare investigativ për shumë 10 vjeç. Edhe në Shqipëri, can I say in English? Because this topic is a bit difficult. And I was working in investigative journalism here, and it was hard. And I had people outside my house. At one point, for some days, I had police protection. There was one time I had police protection. I had threats against my life. And when I had my daughter, and she was young,
I came to a decision that this wasn't compatible. A ke menduar ndonjëherë ta lësh gazetarinë në këto momente kaq të vështira? Sorry? A ke menduar ta lësh, ta braktisësh gazetarinë? Yes, yeah. Many, when my, në moment kolegën im është vras, është vdek, po, unë do të, nuk do vazhdojnë me punë gazetarit, po unë vazhdojnë. Edhe në Shqipëri, jo, po I changed the style. Po, tani ke kaluar tashmë në tema të tjera. Për jetëzim, për jetës des, për sigurim, edhe për 10 vjeç unë kam punon me tema shumë e vështirë, corruption, crime, për rastën kolegën tim. A ka qenë është rrezikshme, po edhe është rrezikshme. I've done my time and I wanted, edhe është tema shumë negativ, edhe është vështirë, është shumë e vështirë. Now I want to focus on things which are more positive, more constructive. Sepse gjithë kanal në botë, crime, corruption, bla bla bla, edhe njerëz është lodhë. Po, e vërtet është. Now I've done my contribution to civil society, to corruption, to this. Now I want to do something positive, you know? Çfarë të pëlqen në këtë peizazhin mediatik në Shqipëri? Pra, nëse do të duhet të përcaktoj diçka si pozitive, që nuk e ke gjetur në Malë dhe në përvojën tjetër. Qoftë edhe në Kosovë, sepse shoh që je aktive dhe atje. Çfarë është një gjë që do ta vlerësoje? There is, sorry, again I have to speak in English because this is a topic I don't talk about in Albanian much. There's a lot of diversity in the media here. Like, lots of people have podcasts. There is diversity, whatever opinion or topic, or you have the freedom to do this, to start this up. There is a lot of freedom. Like, we have how many hundred online portals? 800, 900. But this brings problems as well. Because when you have this freedom of anyone can have a podcast, anyone can have online media, anyone can have TV if you have enough money, then you have problems with ethics as well, because not everyone is a journalist. Not everyone knows that you have to have 2 checks for the sources, that you have to verify everything. They just go and they blah, 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 blah. And then you have problems with copy-paste from articles. People don't verify, they don't check. So this freedom that we have here also brings problems with it. I tried for many years to try and find solutions with media adequacy and things, but the problem is, I'm sorry again for English, that some of the media, some of the journalists, they don't want solutions because a lot of the problems are caused by media ownership. Who owns the media? If you fix the media ownership issue, a lot of places will close. People will lose their jobs. Tani duhet të pyes për një formë të medias që ti po e bën për vitesh, edhe që ka ndryshuar, po themi 2-3 vitet e fundit ka ndryshuar shumë në Shqipëri, po edhe në botë. Të bësh gazetari në mediat, po themi në mediat online, në rrjetet sociale. Ti ke një podcast që është në televizion dhe gjithë aktivitetin tënd pastaj e çon në rrjetet sociale. Cila mendon që të ka ndihmuar më shumë për të njohur në Shqipëri, e para dhe si ka ndryshuar, po themi, të bërit gazetari tashmë me një telefon, siç ti e the? Për mua, the future për media është me reels, me social media, e ardhmja në media ti mendon që është tek rrjetet sociale? Për shembull, emisionin tim, podcastin tim është rreth 5-10 minuta. Edhe mbledh në 4 pjesë për YouTube. Për shembull, një klip në TikTok apo Instagram ka deri 500.000 views. Po jo në YouTube. Vetëm në rrjetet social. Njerëz edhe unë, në moment I want to know the news, I don't look on YouTube ose televizor. I look Euronews, Instagram, the reels. Pra nuk ka më atë pjesa më e madhe nuk është ajo të ulesh dhe të shohësh lajmet siç ka qenë dikur, apo një emision të gjatë në YouTube, më shumë preferohen pjesët e shkurtra. Një vit përpara unë ka një klasë në Universitet Tiranës, në fakultet për gazetaris.
Edhe unë bën një klas për shkruaj artikoj në anglisht. Edhe një student, duart lartë, po pse do mëson për të shkruaj një artikoj? Sepse njerëz nuk ka interes për lekë online. Vetëm për reels. Unë jam interesua vetëm një reels, një klip të vogla. Unë do të qanë. Sepse, how can you create content for TV, for reels, if you don't know how to write? Po nuk e kupton. Okay, the future është me reels, me content të shkurtra. Po duhet ketë një koncept që vjen nga gazetaria, patjetër. Alice, dhe nga pyetjet e fundit që dua të bëj është si vendos të bësh një content. Pra, ti shkon në jug, shkon në veri të Shqipërisë, në Tiranë, dhe si vendos që kjo gjëja vlen për të postuar dhe për të informuar? Në fakt, okay, jo për podcastin, po për content në Instagram dhe TikTok, unë nuk ka plan, asgjë, fare. Për exemplu, është minut për minut. Nuk ka plan. Për exemplu, unë dhe shkon në stacioni autobus. Where is this bus going? Ik në Vlorë, apo Puka. Okay, ble biletin edhe ikën bashk. It's candid, it's natural, nuk ka plan për kontentin. Edhe për reels, ku flas për kulturë, edhe një pik me humor, nuk ka plan, është vetëm një moment. Unë mendon, unë kam një experience, edhe hapë kamerën, ka moment unë nuk kam mikrofon me mua. E bon dhe pa të. Apo grim, floku është disaster, robë është i keq, po pa problem. Nuk ka plan. Edhe për mua, ka mu vlerë sepse është natural. Nuk është për kliks, nuk është për lek, është vetëm... Pasion. Ja, pasion. Është jetën tim. Në qëse unë nuk ka kamera me mua, telefon. Për exemplu, në qëse Instagram unë bulen nese, si TikTok, unë vazhdojnë me lëviz në gjithë Shqipëri, sepse është pasion, nuk është për Instagram. Po ndërkohë edhe kur i bën lajmet apo reelsat apo çdo gjë që ti bën, e shoh që nuk e vret mendjen edhe nëse ka dalë diçka problem, gabim, pra nuk je fare kompleksuar se çfarë dikush mund të thotë. Na e trego pak sekretin për këtë gjë? Po, sepse është për pasion, nuk është për ego, për looking beautiful or është mu natural, edhe u mendon njërës për qenë mu shumë natural, ka shumë influencer, gazetare, emision, është me cinematografi shumë bukur, të gjithë është perfekt, me muzika, me drita shumë bukur, po është i bukur, po stilin tim është natural, edhe një moment. Si ke identitetin tënë, dhe kjo është e vërtet. Nuk është vështirë, sepse është më shpejt. Tani dua të të pyes dhe kjo është pyetja fundit. Cilat janë planet e Alisit për verën që do shohim në Instagram? Nesër shkoj në Ksamil, edhe në fundjavë në Butrint, edhe në javën tjetër në Shkodra, edhe në Shëngjin, sepse më ngon në Shëngjin, ka një muaj, nuk shkon në Shëngjin. Do me thënë nuk shkon nga shkon, këthimi është në Shëngjin, aty është shtëpia. Po, edhe pastaj kam një plan 5 ditë, 3 ditë në Theth, Lepush, në Viru, edhe 3 ditë në Pogradec, edhe afër Pogradec. Pastaj nuk e di. Ku të çojnë autobusi. Shumë faleminderit për këtë bisedë që ndave me neve dhe për të gjithë mënyrën pa komplekse të të ndërtuarit profilit tënd, punës tënde, familjes tënde. Kështu që ke qenë një shembull besoj për çdo njeri që na ka ndjekur sot. Faleminderit. Shihemi në Shëngjin. Patjetër. Kështu i vjen dhe fundi i këtij podcasti. Ju lë takim në episodin e radhës. Faleminderit që na ndoqët.